Kosova do të pranojë 50 emigrantë të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimi është miratuar të mërkurën nga qeveria në detyrë në një mbledhje elektronike, pasi siç është thënë ka qenë kërkesë e vetë SHBA-s. Pas miratimit, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se strehimi i tyre do të bëhet brenda një periudhe njëvjeçare, me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes. Përzgjedhja e këtyre personave do të bëhet nga një listë e propozuar, për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, këta persona do të veprojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të gëzojnë të drejtat e përcaktuara po sipas legjislacionit tonë në fuqi. Kurti më tej ka vlerësuar SHBA-n si aleat të palëkundur e partner të besueshëm të Kosovës. Por eksperti çështjeve që lidhen me Ballkanin Daniel Server konsideron se në raport me presidentin Donald Trump duhet pasur kujdes. Besoj se Kosova mund të pranojë disa migrantë nga SHBA-ja për ta zbutur Trumpin, por nëse e bën këtë, është më mirë që të marrë diçka në këmbim paraprakisht me shkrim. Ai nuk i shlyen borxhet. Ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi se vendet e rajonit të Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dëbimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar. Sipas një raportimi të Bloomberg, bëhet fjalë për migrantë kryesisht nga Kuba, Nikaragua dhe Venezuela, të cilëve u është hequr statusi përkohshëm ligjor në SHBA. Kosova ka shprehur gatishmëri për zhvillimin e diskutimeve të ngjashme edhe me Britaninë e Madhe. Gjatë pjesëmarrjes në samitin e Tiranës, presidentja Vjosa Osmani ka lënë të hapur mundësinë e diskutimit për realizimin e planit të Mbretërisë së Bashkuar për ngritjen e qendrave në vende të treta për imigrantët e paletshëm.